Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje ju ndjekës të mi të rregullt, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht në kanalin Monitor TV. Sot pranë jush për të gjithë ju fansat e Briteo do të sill një lajm shumë të bukur. Unë e di që ju më keni pyetur jashtëzakonisht shumë, Tiron çfarë po ndodh me çiftin, nga bëhen, nga janë, si është marrëdhënia e tyre, a është gjithçka në rregull, a shkon çdo gjë bukur, a jemi okay me marrëdhënien, dhe unë me patjetër që jam interesuar dhe dua të jem domethënë në çdo hap pranë tyre. Ju e dini shumë bukur që Brikena për një kohë të caktuar udhtoi drejt Italisë, udhtoi pranë familjes së saj, tek prindërit e saj për t'u çmallur pas gjithë atij rrugtimi që bëri në shtëpinë e Big Brotherit. Çuditërisht, domethënë Brikena nuk përzgjodhi që të ndanë momente të bukura me familjen. Nuk përzgjodhi që të ndanë një fotografi duke na e treguar momentin me babain, me nënën, me motrën, domethënë siç duket familjen Brikena ashtu siç në fakt Zoti e ka dhënë në këtë univers familjen të shenjtë, edhe Brikena e respekton në nivelin më të shenjtë familjen e saj. Ajo në asnjë mënyrë nuk dëshiron që të jetë pjesë e përditshmërisë të jetës së saj familja. Duke që Brikena ka kaluar një periudhë të bukur, një periudhë qetësuese, relaksuese, se në fund të ditës domethënë familja të qetëson, familja të relakson, familja të jep një energji të mirë dhe kjo gjëja e ka bërë Brikenën edhe më të fuqishme për t'u rikthyer. Videoja që ju shikoni gradualisht që unë po jam duke e komentuar këtë ngjarje domethënë, është një video që Brikena ka mbërritur me avion prej Italisë në Tiranë. Domethënë Brikena ka kthyer në Tiranë dhe personi që ka dalur ta pret është Mateo. Mateo me shumë mall, me shumë dashuri, ka dalur që ta pret Brikin e tij të dashur. Duke që të dy që e kanë patur pak problem të pjesën e largësisë, domethënë nuk kanë mundur dot të qëndrojnë larg me njëri tjetrin, por tani ky rikthimi i Brikenës mendoj që është një rikthim me një energji shumë të mirë dhe i ka dhënë Brikenës një pozitivitet që ajo të kënaqet, të argëtohet pranë njeriut që e do më së shumti, e respekton më së shumti dhe i jep vlera shpirtërore më së shumti. Brikena duket tepër e lumtur, duket tepër e gëzuar, me patjetër që nuk ka ardhur kot, që do të rri me Mateon, do të kënaqet, do të argëtohet, me patjetër që po, por edhe për të vazhduar dhe për të ndjekur ëndrrën e saj. Por këtu mos harrojmë, Mateo na ka informuar që do të kenë edhe pushime shumë të bukura. Domethënë shoh një dashuri të sinqertë, shoh një dashuri të vërtetë që realisht shumica e shqiptarëve nuk e prisnin se ky çift mund të na jepte këtë dashuri.